Për nder të 21 marsit, ditës ndërkombëtare të personave me sindromën Down, organizata Hendikos në Gjakov organizoi një varg aktivitetesh në kuadër të përmbylljes së projektit Zëri i Artit, Zëri i Përfshirjes. Kështu shpreh drejtoresha e institucionit Brilanda Ballata. Sot dhe kemi edhe si aktivitet, është aktivitet përmbyllës i projektit Zëri i Artit, Zëri i Përfshirjes në kuadër të mbështetjes së Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Këto piktura sot janë piktura, fotografi, po ka edhe punime të punuar nga printeri 3D. Janë të punuar prej vetë personave me aftësi të kufizuar. Janë pjesë fëmijë, po pjesa më e madhe është trive me aftësi të kufizuar. Sot pi përmbyllim aktivitetet, përveç ekspozitës, kemi edhe aktivitete tjera artistike, të cilat janë drama dhe vallëzimi. Tutje Ballata shtoi se si qëllimi i këtij projekti dhe aktivitetit të sotëm është mbështetja për personat me aftësi të kufizuar, sidomos personat e prekur me sindromën Down, për nder të kësaj dite. Si vetë emri i projektit Zëri i Artit, Zëri i Përfshirjes është si zë që të mbështesim personat me aftësi të kufizuar, e sidomos në kuadër të ditës ndërkombëtare të Down sindromit që jemi të i realizu këto aktivitete, të mbështesim personat që janë të prekur nga Down sindromi për të treguar talentet e tyre, fuqinë e tëna, dashurinë e tëna që kanë. Leutrim tha që një ndër pjesëmarrësit në shfaqjen artistike u shpreh shumë i lumtur që ka qenë pjesë e programit, duke treguar edhe rolin e tij në aktivitet. Roli im ka qenë si palaço, mi bo të tjerë të lumtur dhe e kom pas detyrën për mi bo personat me aftësi të kufizuar mi bo të lumtur. Mu më kanë përzgjedh bi rolit Pinoko, jem konë shumë i lumtur gjatë këtij programi që na kanë bo Hendikosi, pashtu falenderoj edhe drejtoreshën domethënë Hendikosit Brilanda Ballata, edhe stafin e mrekullueshëm që kanë qenë gjatë këtij programi, u konë shumë i mirë dhe e kanë bo këtë aktivitet mrekullueshëm. Synimi i aktivitetit të kësaj dite dhe projektit Zëri i Artit, Zëri i Përfshirjes ishte rikujtimi i fuqisë së artit, rëndësisë së mbështetjes dhe të gjithë përfshirjes.